Të paktën 18 milion italian kanë provuar fatin me lojrat e fatit gjatë vitit të fundit, me shpresën për të ndryshuar jetën përmes video pokerëve, makinave slot, biletave gërvisht fito apo sallave të bingos. Në Itali numri i lojtarëve patologjik arrin në 1.5 milion vet, pra 3% e popullsisë madhore, ndërsa 1.4 milion të tjerë janë në rrezik të moderuar 2.8%. Në total 2.9 milion persona janë përfshirë drejt për drejt në varësinë nga lojrat e fatit. Por për çdo lojtar, 7 persona të tjerë preken kryesisht anëtarë të familjes së tij. Në total rreth 20.4 milion njerëz ose 40% e popullsisë italiane janë të prekur indirekt. Në një krahasim me pirjen pasive të duhanit, Italia ka sot 4 qytetarë në 10 që mund të quhen viktima të lojrave të fatit. Humbja e cilësisë së jetës për këto familje vlerësohet në 7.6%. Dhe kur flitet për para, mafiat hyjnë në lojë dhe fitojnë. Nga analizat e drejtorisë kombëtare antimafia dhe drejtorisë hetimore antimafia të publikuara midis viteve 2010 dhe 2024, rezulton se 147 klane mafioze kanë vepruar në sektorin e lojrave të fatit, ligjërisht apo në mënyrë të paligjshme, me hetime të hapura nga 25 prokurori antimafia. Raporti i organizatës Libera sjell një panoramë të plotë të fenomenit. Vetëm në vitin 2024, të ardhurat nga lojrat e fatit ligjore arritën në 157 miliardë 453 milion euro, me një rritje prej 6.59% krahasuar me vitin 2023. Studimi tregon gjithashtu një shpërthim të lojrave online. Në vitin 2024 ishin aktive gati 16 milion llogari, nga vetëm 11 milion në vitin 2020. Në hetimet mbi lojrat e fatit janë përfshirë 16 rajone italiane ku janë evidentuar klane mafioze që përfitojnë nga ky biznes. Në tryezën e gjelbër vazhdojnë të luajnë dhe fitojnë familjet e njohura mafioze: Casalesi, Bidognetit, Malardo, Santa Paola, Condello, Mancuso, Labate, Lo Piccolo, Capriati. Në nivel rajonal kompania kryeson me 40 klane, ndjekur nga Calabria me 39 dhe Sicilia me 38. Më pas vjen Lazio me 24 grupe kriminale dhe Puglia me 22. Në Italinë e Veriut spikasin Liguria dhe Piemonte me nga 9 klane secila. Libera thekson se ky aktivitet kriminal nuk është vetëm fenomen italian, por përfshin edhe mafien kineze, shqiptare dhe turke. Ky raport, thot Luigi Chioti, president kombëtar i Liberas, na jep imazhin e një vendi në ekuilibër të brisht. Nga njëra anë dëshira për përmirësim dhe mirëqenie, nga ana tjetër një mekanizëm që ligjor apo i paligjshëm vazhdon të përfitojë nga jeta e njerëzve. Harrohet se pas çdo makine slot, çdo bilete gërvisht fito apo platforma online fshihen njerëz në vështirësi, adoleshentë që luajnë fsheurazi, të moshuar që humbasin pensionin, familje që shkatrohen në heshtje. Duhet të çmaskojmë këtë mashtrim. Në rajonin Marke, nga analiza e raporteve të drejtorisë kombëtare antimafia dhe drejtorisë hetimore antimafia të publikuara midis viteve 2010 dhe 2024, rezulton se mafia shqiptare ka qenë përfshirë në këtë lojë. Një operacion i tillë është zhvilluar në vitin 2022 edhe në Ancona. Megjithatë, vëmendja ndaj rajonit mbetet e lartë pasi raporti më i fundit i Dias për vitin 2024 thekson praninë e degëve të lidhura me organizata të tipit Ndrangheta, të cilat kanë interesa në pastrimin e parave. Në rajonin Marke gjatë vitit 2024 janë shpenzuar më shumë se 3.8 miliardë euro në lojra fati, që do të thotë rreth 2574 euro për çdo banor në vit. Në veçanti rreth 1.6 miliardë euro janë humbur në lojra fizike, ndërsa mbi 2.2 miliardë euro janë shpenzuar në lojra online.